Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra ku do të jeni, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth komentit të Sahih Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar. Edhe me te jemi në kapitullin e imanit të besimit. Jemi tek hadithi 27, ku Imam Bukhariu e titullon Bab Kufranul Ashiri o kufrën dune kufrin. Kreu apo kapitulli mohimi i mirësisë është kufër nën kufër. E pastaj cek hadithin e Abdullah ibn Abbasit radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ra'aytu an-nar, e kam pa xhehenemin. Ra'aytu an-nar, e kam pa xhehenemin. La ilaha illallah. Wa ra'aytu akthar ahliha an-nisa, dhe kam par se shumica banorëve të xhehenemit ishin gra. Bi kufrihinne, shkak të kufrit të tyre. Qile e yakfurne billah, ju tha ati, a thue, për shkak se ato bëjnë kufër Allahut, qal, yakfurne le ashir, o yakfurne le ihsan, ato mohojnë mirësjelljen, ato mohojnë mirësin. In ahsante ila ihdahinna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalet ma ra'aytu minka khayran qatt. Nëse ndaj ndonjëres prej tyre sillesh mirë gjatë jetës, e pastaj ndërkohë shehet diçka tek ti të papëlqyeshme, thot ma ra'aytu minka khayran qatt, kur tek ti hajër pa nuk kam. Kur prej ti në hajër pa nuk e kam. Ky hadith të nderuar vëllezër dhe ju motra është shumë i rëndësishëm. Autori cek për diçka, për atë dhe titullon kufër nën kufër, kufër nën kufër, kufër i madh, kufër i vogël. Por ne si musliman të rëndëmt, prej këtij hadithi kemi çfarë të përfitojmë sa të duash. Fillimisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë se ra'aytu an-nar, e kam parë zjarrin e xhehenemit. Mos të harroj ta ceki se ky hadith këto është cekur shkurtimisht, ndërsa më vonë në kapituj të tjerë, se në kitab el-Kusuf, e cekë Imam Bukhariu hadithin shumë ma gjatë, se sa që është cekur këto, por këto cekur këtë transmetim më kaq sa ceka unë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kam parë xhehenemin. Allahu i madhëruar, kujt të don prej krijesave të tij, ja mundëson me pa xhenetin edhe xhehenemin. Ky hadith tregon qartë se xhehenemi është i krijuar, e përderisa xhehenemi është i krijuar, atëherë xheneti është i krijuar. Sepse s'ka mundësi që pejgamberi ta shoh xhehenemin pa qenë i krijuar. Xhehenemi është i krijuar. Pra, Allahu po ja mundëson të dashurit e tij që ta shoh me sytë e vet xhehenemin. La ilaha illallah. Ra'aytu an-nar, kam pa xhehenemin. Allah e ka mundësuar Gjibrilit me pa xhehenemin. Ja mundëson kujt të don me pa xhehenemin e me pa xhenetin. Ra'aytu an-nar, kam pa xhehenemin. O ra'aytu akthara ahliha an-nisa, dhe kam parë që shumica e banorëve të xhehenemit ishin gra. Yakfurn bi kufrihinne, shkak të kufrit të tyre.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po tregon se çka pa. Allahu ja mundësoi me pa xhehenemin dhe me pa njerëzit në xhehenem rana, banor të xhehenemit. Ata që janë duke u dënuar, duke vuajtur dënim, duke u djegur në xhehenem. Dhe kam parë se shumica e banorëve të xhehenemit ishin gra. La ilaha illallah. Shumica e banorëve të xhehenemit janë gra. O, ju njerëz, gra janë. Bi kufrihinne, shkak kufrit të tyre. Dhe këtu pëndalet e bekuar. Shumica grave ishin, shumica banorëve të xhehenemit ishin gra dhe atë për shkak të kufrit të tyre. Ju tha pejgamberi, dikush i tha, gra kur e ndëgjuan, u befasuan, u shqetësuan, u preokupuan, edhe si ndonjëra prej tyre, tha ja Rasulullah, ja Rasulullah, e jekfurne billah, kile jekfurne billah, ato gra të cilat po mëretejkan me hynë i xhehenem dhe po i futka Allahu në xhehenem. Po i futkan në xhehenem për shkak të kufrit që i bojnë Allahut, që mohojnë Zotin, sepse kufri, kur përmendet kufri, qëllimi, ai që kuptohet në shikim në dëgjim të parë të fjalës kufër, është kufër i kafirave, i qefarëve, kufër që nxjerr njeriu prej dinit. Andaj këta njerëz apo këto gra kur po ndëgjojnë fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kufër, ato bojnë kufër, pishkon dërmend se mos vallë qëllimi që ato bojnë kufër, mohojnë Allahun. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëherë nuk i tregoi përgjigjen, por e ndal atë. Se duket deshti me bu kurrështar gratë të pyesin vetë ato le të interesohen pse gratë janë shumica banorë të xhehenemit, andaj ato edhe pyeten. Thanë ja Rasulullah, ekfurni billah, i bojnë Zotit kufër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: yekfurna al-ashir wa yekfurna al-ihsan. Jo, nuk i bojnë, nuk është çështja pse i bojnë Zotit kufër. Ato që i bojnë Zotit kufër gjithsesi do të jenë xhehenem, as që diskutohet për atë punë. Por këtu fjala është yekfurna al-ashir, e mohojnë mirësjelljen, e mohojnë përkujdesjen ndaj tyre. E pastaj thot: إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Pjasjell një shembull, se ato i mohojnë gratë, e mohojnë mirësitë e burrit të tyre, burrave të tyre, e mohojnë përkujdesjen, respektin e burrave të tyre ndaj atyre grave. Apo thot: nëse ndonjëri prej jush, prej burrave, sillet mirë ndaj gruas, kohë të gjatë, me dekada, por ndodh që ti me bën ndonjë gafe, ndonjë gabim, ndonjë lëshim e tjerë, dhe ajo sheh diçka, ta sheh e vren atë keqe, atë ligë që ke bërë ti në raport me te. Çka thot? Kur të ti hajrë pa nuk kam. Kur për te i hajrë nuk kam pa. Çka i bjen kja? Kja i bje se gruja ta mahën të mirën që a ke bo, krejt mirët e mahën. Rop tap të rënën këtë për tokë të ishtre. Rash me tokë të banë. 10 vjetë, 20 vjetë, 50 vjetë jesijel me te notën 10, shkelqyshëm. Në respekten për kujdesjen të në të mirat e Zotit, por ja që njëherë gabove, hidhrove, dëshprove, këta dion, krejt të qitin tokë. Me fjallorin toni bje, të qitin tokë të të natë krejt, mira që ja ke bërë për një kohë të gjatë. Kështu për dhe të i bekuar, dhe kështu është praktik. Andaj, me këta pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, po dënë,
fillimisht, me tregu që ka pa. Me tregu që ka pa, se është paj. Dhe hajtë që shefe ka bërsh me na përcjell neve, sepse është i dërguar i Allah, sepse është i ngarkuar, me na përcjell neve atë që e thëtë Allah dhe që ja mësën Allahu. E Allahu ja mësaj këti në bëri me dije se xhehenemi ko ka plot gra. Andaj këtë dhe të me na kallëzu neve këj bekuar se o ju njerëz, o ju millet, e poshtë xhehenemin dhe shumica banorët e xhehenemit ishin gra, ke para, që është e tjetër. Po dënë me këtë hadith, me i tregue grave, që keni kujdes ndaj burrave t'ju. O ju gra, o ju motra muslimane, keni kujdes ndaj burrave t'ju, sepse nuk keni hak ndaj asnjë njeriu në dynja ma shumë se sa ndaj burrave t'ju. Për atë ka thënë i bekuar alayhi salatu wassalam në hadith tjetër të vërtet, hadithën e Muadhit, لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Po ta kisha urdhëruar dikën të binë në sejdë dikuj pas Allahut, do ta kisha urdhëruar gruan të binë sejdë burrit. Aq hak të madh ka ndaj burrit. Pra haki burrit është i madh, o ju motra muslimane. Është haku më i madh ndaj krijesave të Zotit. Për gruan është haki burrit më i madh se sa haku i babës e nanës. Haki i burrit i madh. Pastaj, ajo grua e cila e mohon burrit të mirat që ja ka bë, ajo ka bërë haram. Ka bërë haram të madh. Ajo grua e cila e mohon të mirat e burrit, ajo shumë let ja mohon të mirat e të Zotit që ja ka dhënë Zoti. Dhe kjo është kufër. Për ata po e quajnë kufër, por kufër nën kufër është kjo. Qysh o kuptu që tham titull lartë. Mund të parashtrohet pyetja, e pse gratë ka që hak të madh ndaj burrave? Pyetje që mund të bëjnë motrat, pse ne si gratë kemi ka që shumë obligim apo detyrim ndaj burrave? Pyetje me vend, por edhe përgjigje është me vend është Zotin. Allahu i madhruar fillimisht kështu i ka jaratis, i ka krijuar krijesat e veta. Dhe kështu i ka krijuar, i ka përgatitur. Femra instinktivisht nga vetë natyra e sajna. Po të mos pa mohoni, se s'mund të mohoni, me fakte, me goja është pitullit. Instinktivisht për nga natyra e saj, është e prier që të nënshtrohet burrit, që ta respektoj burrin. Dhe këtë e gjejmë prej Ademit me Havën, që është gruaja parë fytyrë tokës dhe çifti parë bashkërtor, dhe radha zirand dejta të burrat me Ibrahimin, me Haxherën e me Sarën, deri tek pejgamberi me Hatixhen e me gratë të tjera, dhe kështu me radhë që të gjithë pejgamberët e Zotit. Këtë vërtet e gjejmë edhe tek fetë e tjera qiellore, madje e gjejmë edhe tek fetë pagane, e gjejmë edhe tek komunistat, e gjejmë edhe tek krejt dynjaja. Tamam? Çështja tjetër, pra për nga natyra është gruaja e tillë e përgatitne. Duke mos harruar se në Islam, Allahu i madhruar ja lehtësoi gruas shumë gjëra. Njëherë si vaj, si femër, e shkarkej për shumë obligimeve që i ngarkon djemt. Kur të fejohet, e obligoj mehrin, me marrë gruaja. Kur të shkon të burri, nuk i obligoj gruas me dale me lyp për rrezik, por i obligoj burrit me kujdes për te.
Edhe bukën që han gruaja bërë që ka burri. Shtratin, veshmbathjen, shpenzimet, krejt. Ja pezëlloj atje dhe si vajzë dhe si grua agjerimin, ku gjatë kohës se përmëshmeve të sajna e namazën, anëpse agjerimin pas ta i tha me bu kaza, por kohën e zgjedh ajo, kur ta bëj kaza, dërsa namazin jo, ja letësej shumë sene. Këtë të burri, ja letësej, nuk e obligoj me dalë me lypë rreske me punu, për me majtë vetën e fëmijët e sajna, jo, burri do të me majtë gruan, me majtë fëmijën e saj, edhe nëse detyrohet me punu 2 pune, tanë ditën, të natën, shtë me radhë. Gruaja ka letë me fitu xhenetin, ja letësej Zoti shumë gruas rrugën për xhenet. Ama ja kushtëzoj me respektu burrin. Sepse shumë tjera e letoj që të pak ja shtërngëj për me qenë stabile. Për me qenë tamam stabil, jeta e çiftit bashkërtor. Burrit i dha përparësi pak e bën 20 shtëpie. Ama ja qitin qafë supët e tina krejt, obligimet e shtëpisë, shpenzimet e përkujdesin e tjerë, krejt i ka burri. Por Allah i madhruar e kërkej për i gruas të respektoj burrin, t'ja ditë mirat që ka dhënë burrë dhe mos tjetë për aty në grave, sepse ka gra që bëjnë, jo sa një burë sa 7 burra, por shumë për tyni emra në këti hadithi, bile shumica tyne. Andaj pja kujton grave se, keni kujdes, o ju motra muslimane, keni kujdes, o ju motra muslimane. Mëse më ha burrit mirat, që ti ka bërë. Gjithashtu, po dënë me të regue gjendjen e tyre emocionale. Që të kenë kujdes atë në këtë gjendje emocionale. Por për balë kësaj, pja të rikëvëritjen edhe burrave. Sepse pja bën me dije burrave që, o ju burra, të cilve Allahu u ka ndëruar me këtu gratë mira, i dënë ju dojnë, kujdesni për to, kujdesin për juve, tjere. Nëse ta prish gruja 1 herë, 2, 3, mos ngot, me mandë një vendim të randë, me ndëshku, me shkërorëzu, me i hedhru, me mos ngot. Sepse natyrë e saj është që ndonjë një herë e fletet me emocione, dhe si rrjedhoj mundet edhe me prish, me shkretu, apo me te i kalu kufit të normales, por ti si burë, bërë pak me i pjekun dhe me i matën, sepse Allah për ta të regën gjendjen e saj, për ata Allah ka thonë, va ashiruhune bil marufi, fe in kerëhtumuhune, fe asa në të kërhushen, ve gjallë Allah fihine khejren, ve gjallë Allah fihine khejren këthira, ve gjallë Allah fihi khejren këthira. Sillu mirë, o ashiruhune bil maruf, sillu mirë dhe grave. E nëse ju rrejnë diçka të këto, diçka, keni kujdes, bëni sabër, sepse ka mundësi që rrejnë diçka, o e gjallë Allahu fihi khejren këthira, e pastaj Allahu e bën hajrë. Pra, vasjet keq gruja, mos ngot, mi hak marë gruas, apo me lëshu, apo me shkërërzu, apo me ndëshku, sepse natyra atyre është e tillë. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam yakfurna al-ashira wal-ihsan, i bëjnë kufër mirësinë për kujdesin e të tjerë. Shpreha kufër këto nuk ka për qëllim, që thamë edhe në fillim, kufër që nxjerr prej dinit, por ka për qëllim alayhi salatu wassalam kufër i vogël. Kufër është haram i madh, nuk e nxjerr prej dinit, por është kufër. Për hadithit, është kufër pa gjunah i madh, quhet kufër, sepse është mohim, dhe pasojat janë të rënda. Hadithi jep me kuptu diçka shumë e rëndësi. Në xhenet pa iman nuk hyhet. Në xhenet pa amelet mira nuk hyhet. Zoti është i madh, por dhe me pas iman dhe amele.
Në xhehenam, edhe nëse bën amele të mira, vepra të mira, nëse ke shirk, nëse ka shirk robe se kufër, hyn xhehenam. Madje në xhehenam hyn edhe nëse ka iman, por bën vepra të këqija. Dhe nuk e fal Zoti. Sikur se ke hadith këtu. Pra Allah, pejgamberi për të gra besimtare, të cilat nuk i bojnë kufër Zotit, të janë besimtare, por i bojnë kufër, i mohojnë mirësitë e burrave, sillen keq në burrave të tyne. Allahu na ruaj. Edhe se të tilla kanë bërë gjëra të mëdha, dhe me këtë gjëra të mëdha meritojnë xhehenamin, dhe Allah ishte në xhehenam dhe ja hadith për të futur në xhehenam. Andaj, do të me pas kujdes. Mi tut Allahut. Mi tut Allahut. O ju motra muslimane. Ne asnjë s'janë përkryer. As burrat, as gratë, këtë si njerëz. Musliman e jo musliman. Për që aty po flasun ne për musliman. Ama o ju motra, keni kujdes. Kuptojeni hakun e burrave të juaj që keni. Kuptojeni se haki i burrit është i madh. Edhe ju burra kuptojeni hakin e juaj ndaj grave. Kuptojeni natyrën e grave, emocionet e tyne. Andaj dorani ndaj tyre. Bëni sabër ndaj tyre. Silleni mirë ndaj tyre. Allahu qoftë i kënaqur me ne dhe me ju. Na i fal gjunahet. E na mëshiroft. E xhehenamin haram na baft. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.